Dolce, gjatë qëndrimit të saj në Grande Fratello, merr pjesë në një drekë të veçantë me italianin me të cilin ka krijuar një afërsi të dukshme që në ditët e para. Atmosfera e drekës është e qetë, me dekor romantik, muzikë të lehtë dhe biseda të buta që tregojnë se mes tyre po krijohet një lidhje e re dhe mjaft interesante, ndërsa ata bisedojnë dhe qeshin. Duket qartë se Dolce po i shijon ditët në Itali shumë më tepër se sa kishte menduar fillimisht. Ajo është më e qetë, më e lumtur dhe ndihet sikur energjia e shtëpisë së Grande Fratellos po i hap horizonte të reja. Italiani tregohet i sjellshëm, i vëmendshëm dhe i afërt me të, gjë që e bën Dolcen të ndihet mirë dhe e vlerësuar. Me kalimin e ditëve, është bërë gjithnjë më e dukshme se Dolce nuk po përjeton thjesht një eksperiencë televizive, ajo po krijon raporte të reja emocionale. Nga mënyra si e shikon italianin gjatë bisedave deri te buzëqeshjet dhe batutat e tyre të përbashkëta, duket sikur ajo po fillon ta përqejë gjithnjë më shumë. Banorët e tjerë e kanë vënë re këtë afrimitet dhe kanë nisur të komentojnë se Dolce mund të ketë gjetur diçka që e tërheq vërtet. Ndërkohë publiku, brenda dhe jashtë Italisë, po ndjek me shumë interes çdo moment, duke u përpjekur të kuptojë nëse kjo lidhje e re mund të kthehet në diçka më serioze. Ajo që është e sigurt është se tani Dolce nuk është më e përfshirë vetëm në lojë, duket se zemra e saj po i përgjigjet dikujt tjetër. Dhe kjo e bën aventurën e saj në Grande Fratello edhe më intriguese.